cili konsiderohet fëqinj i xhamisë. Dikush mund të përfitojë dhe mund të mendojë se fëqinj me xhamin konsiderohet ai që ka shtëpinë e tij ngjitur me xhamin. Për transmetimeve të ndryshme kuptojmë se kuptimi i kësaj fjale është shumë më i gjerë se kaq. Pra, ka kuptim shumë më të zgjeruar se kuptimi sipërfaqësor i saj. Disa prej dietarëve dhe komentuesve të këtyre transmetimeve janë të mendimit se fëqinji i xhamisë konsiderohet edhe ai që e ka shtëpinë 40 shtëpi larg xhamisë. Në një transmetim që na vjen prej prirësit të besimtarëve, Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, citohet: hurmeti i xhamisë, pra gjërat e ndaluara për të kryer në xhami, është 40 hapa, ndërsa fëqinjet e xhamisë janë ata që banojnë deri në 40 shtëpi në të katërat drejtimet e saj. Disa komentues dhe dietar të tjerë janë të mendimit se fëqinjet e xhamisë konsiderohen të gjithë ata që e dëgjojnë azanin. Transmetohet prej prisit të besimtarëve Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ku citohet: nuk ka namaz për fëqinjet e xhamisë, nuk konsiderohet i plot namazi përveç në xhami, përveç rasteve kur ka një justifikim fetar ose rasteve kur është i sëmur. Ata që e shoqëronin thanë u prirësi i besimtarëve, cili është ajo kategori njerëzish që konsiderohet prej fëqinjve të xhamisë. Prirësi i besimtarëve, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha: ata që e dëgjojnë thirrjen, pra zërin e azanit. Kështu pra, në rast se namazet e obliguar janë 5 namazet në ditë, do të thotë që muslimani komshi i xhamisë është i detyruar të shkojë pa aq herë në ditë në xhami. Kjo pranie e vazhdueshme i jep xhamisë një rol qendror në jetën e tij. Në kohët kur Imam Khomeini, Allahu qoftë i kënaqur me të, e transferoi shoqërinë iraniane dhe emigroi bashkë me të prej epokës së diktaturës, të tiranisë dhe të mbretërisë, kur e transferoi shoqërinë iraniane prej epokës së faraonizimit dhe të shtypjes për në epokën e qeverisjes me ligjin e Zotit, për në epokën e artë të tauhidit, pra njësimit. U kthye për të rivendosur edhe një herë nga e para kur themelin e besimit, u kthye për të rikthyer edhe një herë rolin e rëndësishëm të xhamisë në jetën e muslimanëve, në jetën e shoqërisë. Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: përpiqeni dhe bëni të pamundërën të riktheni rolin e xhamive ashtu siç kanë qenë në periudhën e parë të Islamit. Muslimanët duhet të jenë të vetëdijshëm gjithashtu se nuk ekziston në Islam asnjë teori e asnjë orientim që të ftojë njerëzit të veçohen prej pjesës tjetër të njerëzve apo të vetë izolohen. Në një tjetër fjalim të mbajtur për Imamit të nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të, flitet sërish rreth domosdoshmërisë së kthimit të rolit të xhamisë ashtu siç ka qenë në periudhën e parë të Islamit. Midis të tjerëve, ai thotë: në periudhat e para të Islamit dhe jo vetëm, xhamia ka pasur një rol qendror dhe strategjik në piknisjen e çdo lloj lëvizje islame. Piknisje e çdo lloj përpjekje dhe nisje mediatike të muslimanëve ka qenë pikërisht xhamia. Xhamia ka qenë gjithashtu piknisja nga kushtrit muslimane kanë vërshuar për të përballur me armiqtë e Islamit, për të përballur me femohuesit dhe për t'i ftuar ata që të bëhen pjesë e udhëzimit të Islamit. Pra, mund të thuhet me plot gojen se xhamia ka qenë gjatë gjithë historisë, veçanërisht në periudhën e parë të Islamit, piknisja dhe epiqendra e çdo lloji lëvizje islame, cila do qoftë natyra apo karakteri i saj. Nisur nga sa u citua më sipër, mund të themi se xhamia nuk është e rëndësishme dhe nuk është pika orientimi për jetën shpirtërore të besimtarit. Ajo është piknisja dhe vendi prej nga ku lind dhe nis rrugtimin e saj qeveria islame.